Jeron disa, çfarë mund na thoni për dashurinë? Dashuria është hiri i Perëndis. Lindi me të, përderisa jemi krijesa të Perëndis, dhe përderisa Perëndia është dashuri. Por, se çfarë është pikërisht Perëndia, kur e mendojmë me mendjen tonë, është e pamundur ta gjejmë, sepse mendja jonë është e kufizuar. Por fryma, shpirti është i pakufizuar, dhe shpirti e ndjen Perëndin. Nuk e shoh me sy toksor. Kur beson thellë me gjithë shpirt, do ta ndjesh prezencën e Perëndis kaq të fortë si të jetë një realitet. Dhe atëherë nuk do të ekzistojë asgjë tjetër. Do t'i hapësh dorën tënde dorës së Zotit, dhe atje ku të çon Zoti, do të shkosh ti. Por njerëzit mund të jesh i marrë. Por njerëzit mund të jesh i cekët, i çuditshëm. Shumë do të gjykojnë. Sot është këtu, nesër atje, do flasin ata. Por, më mirë të gjykojnë njerëzit se sa Perëndia një ditë. Kur të dëgjosh zërin e Zotit që të kërkon diçka dhe ti thuash jo, që të mos dukesh keq para njerëzve, ky është gjë e tmerrshme. Jeron disa, si e fitojmë këtë dashuri? Dashuria është diçka që na jepet nga Perëndia, sepse Perëndia është dashuri. Dashuria që u japim të tjerëve është nga burimi, nga Zoti, shkon tek ata dhe kthehet pas përsëri te Zoti. Dashuria për të afërmin nuk ka fund, nuk ka mas. Ashtu siç thot dhe apostulli Pavli, dashuria të gjitha i duron, të gjitha i shpreson, gëzohet me të mirën, hidhërohet me padrejtësinë, dashuria nuk bie kurrë. Dhe nëse jep të gjithë dashurinë tënde njeriu dhe ai nuk e pranon, kjo dashuri do të kthehet te ti. Zoti këtë thot, nëse shkon në një shtëpi, jep paqen, nëse nuk e pranojnë, paqja do të kthehet te ti. Të gjitha kështu janë, por mos harro dhe një gjë tjetër. Çdo gjë të mirë që bëjmë dhe çdo gjë që urojmë dhe bekojmë, kthehet përsëri te ne, dhe se e njëjta gjë ndodh edhe kur bëjmë keq. Prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes, as të mendojmë keq, sepse do t'i bëjmë keq vetes son. E kupton se si ndodh. Por sa i përket mos mirënjohjes, ti harroje atë. Mirënjohja e tjetrit duhet të hiqet nga mendja jote. Ti ta kesh së pari për Perëndin dhe në vazhdim për të gjithë njerëzit. Por që të presësh mirënjohje, kjo është një gjë shumë e mirë, është një gjë shumë e ulët. Prano mos mirënjohje dhe gëzohu. As hidhërim nuk duhet të ndjesh, sepse këtë hidhërim Perëndia ndjen për ne. Ne duhet të jemi mirënjohës Perëndis, por edhe krijesave të tij. Amin.